Në finalen e madhe të Abisnes Superiore, zhvilluar në arenën kombëtare të Tiranës, Vllaznia u mund me shifrat e thella 0-4 nga Egnatia, duke humbur shansin për të rikthyer titullin kampion pas 24 vitesh. Një disfat e rëndë për kuqeblut që u përballen me një kundërshtar të vendosur dhe me efikasitet të lartë përpara portës. Pas dështimit, trajneri gjerman Thomas Berdaric dhe drejtori sportiv Tefik Osmani u larguan nga detyra, duke i hapur rrugë një faze të re për skuadrën. Për këtë situatë shprehur gazetari sportiv Edmond Dibra, i cili thekson se shkarkimet ishin të pritshme pas rezultatit zhgënjyes në finale. Në disa rubrika sportive, duke qenë pjesë e paneleve, kam qenë gjithmonë të syri kritik i drejtorit teknik Tefik Osmani. Ndërsa, përsa i përket trajnerit Thomas Berdaric, nisur dhe nga kontingjenti i lojtarëve, Vllaznia ka marrë maksimumin. Për mendimin tim gjithmonë personal, nuk jam unë ai që mund ve pikat mijin gjitha, por jam dakord e largimin e drejtorit teknik Tefik Osmani, ndërsa për largimin e trajnerit Thomas Berdaric kisha thënë të paktën dhe kupat e Europës ti kishin përfunduar me këtë trajner. Megjithatë, Dibra i qëndron idesë se sezoni i Vllaznisë nuk ishte as pak negativ. Vllaznia arriti objektivat e saj. Arritin final form, madje kapi edhe vendin e dytë që me një barazim Vllaznia arritin finale, u përbollëm denjësisht me një skuadër si ishte Dinamo dhe Vllaznia dolin finale. Tani për klubin shkodran nis një etapë e re, me një sezon të ri përpara dhe një objektiv të vetëm, rikthimin e lavdisë së munguar. Tifozët presin lëvizjet e rallës në Pankin dhe Mercaton e Verës.